Prishja e punëve të mira nga gjunahet. Prishja e punëve të mira nga gjunahet që nuk janë shirk. Dihet se punët e mira prishen nga shirku, por punët e mira mund të prishen edhe nga gjunahet që nuk janë kufr, mohim ndaj Zotit, dhe shirk, të adhurosh dikë tjetër përveç Zotit. Profeti Muhammed a.s. tregon: një burr tha, pasha Allahun, nuk do të falë Allahu filanin. Atëherë Allahu i madhëruar tha: kush është ai i cili do të dalë mbi mua duke u betuar se nuk do ta fal filanin? Unë kam falur atë edhe ta kam fshirë punën tënde. E transmeton Muslimi. Në një version tjetër të hadithit ka një shtesë me të njëjtin kuptim ku thuhet: Allahu i shpalli profetit të tij se kjo gjë është mëkat, prandaj le t'i rifilloj punët. E transmeton Taberani dhe saktëson Shej Albani. Ndërsa për një rast tjetër betimi, profeti a.s. ka njoftuar se Allahu i madhëruar i ka thënë atij që është betuar në emër të tij: a mos e di ti se ç'bëj unë? A mos atë që është e imja e ke ti në dorë? Çojeni atë në zjarr. E transmeton Ahmedi, Ebu Dauti dhe saktëson Shej Albani. Shej Albani, Allahu e mëshiroft, thotë: këtu ka argument të qartë se betimi për dikë se nuk ka për ta falur Allahu i prish punët siç i prish mohimi, kufri. Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, thotë: punët e këqija të cilat i prishin punët e mira janë aq shumë sa nuk numërohen. Nuk është qëllimi si të punojmë, por qëllimi është si ta ruajmë punën nga prishja. Shumica e njerëzve nuk i din të këqijat të cilat u aprishin atyre të mirat.